se kjo konferencë e rëndësishme lidhur me një temë shumë të ndjeshme për të gjithë, por sidomos për ne në Shqipëri. Përkon me një moment shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me fundin e fazës së parë të negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian dhe fillimin e një faze të re. Kemi hapur normalisht të gjithë kapitujt e negociatave dhe tani me piketat e ndërmjetme të përcaktuara i futemi fazës së mbylljes së kapitujve të negociatave. Dhe siç mund ta keni të qartë, plotësimi i piketave ndërmjetme nga Shqipëria dhe përcaktimi i piketave përmbyllëse është element shumë thelbësor, sidomos për sa i përket grup kapitujve të themeloreve, që përfshin gjithashtu kapitullin 23, që ka të bëjë me gjyqësorin dhe të drejtat themelore dhe e drejta e pronës, është patjetër pjesë e këtij kapitulli. Në procesin e Shqipërisë për integrimin evropian, suksesi i transformimit digjital është një element caktues sa i përket ritmit dhe shpejtësisë së procesit dhe progresit tonë. Më duhet të them që për vende si joni, what has come with the new technology is true bless. Teknologjia e re na ka sjell, le të themi, bekim të vërtetë, sepse na ka lejuar të bëjmë hope që ndryshe nuk do të ishin të mundura. Na ka lejuar ta shohim të ardhmen me një frym tërësisht tjetër.